محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lën e humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu I madhëruar e ka definuar dhe e ka përkufizuar lidhjen që robi do të më majt me te. Pra Allahu është ai I cili paracakton të gjitha detajet edhe elementet e kësaj lidhje, e këtij nënshtrimi, e kësaj çësjes tonë që duhet të kemi ndaj krijuesit fuqiplot, edhe për të na nxit, edhe për të na motivuar që të jemi sa më të mirë, njëkohësisht edhe sa më të kujdesshëm. Allahu na ka treguar se ashtu sikur se çndrojmë ne me te, ashtu do të jetë edhe ai me neve. Në kuptimin pozitiv ka shumë premtime në Kur'anin famall që Allahu I madhëruar ata që e falenderojnë Allahun, Allahu I shpërblen edhe u ashton, ata që e kujtojnë Allahun, Allahu I kujton, ata që e mbajnë besën edhe premtimin, edhe Allahu e plotson atë që u ka premtuar e kështu me radhë. Po edhe në kuptimin e kundërt, Allahu I madhëruar tërheq vrejtje, ne do të duhet të vetëdijsoheshim prej gjithë atyre vrejtjeve hyjnore të cilat na vijnë, se nëse ne shpërfillim lidhjen tonë me Allahun fuqiplot, atëherë nuk kemi arsye me u anku edhe me thonë Zoti na ka braktis. Ajo që Allahu e përmendën në Kur'an është një shprehje harres, e që Allahu I madhëruar na thirr dhe na nxit që në asnjë çast edhe në asnjë mënyrë të mos e harrojmë Allahun e madhëruar, për arsye se fundja Allahu nuk ka nevojë që ne ta kujtojmë atë, por nëse ne e harrojmë Allahun, nëse njeriu e harron Allahun, atëherë humbsi më I madh, edhe dështimi më I madh është për vetë njeriu. Allahu I madhëruar thotë: "Nesullaha fa nasiyahum." Ata e harruan Allahun edhe Allahu I harroi. Harresa këtu në hak të Allahut nuk ka harres, po qëllimi është të shpërfillja, qëllimi është të braktisja, qëllimi është të mos respektimi. Edhe në momentin që njeriu e harron Allahun e madhëruar, Allahu I madhëruar atë njeri nuk e bën hesap dhe në këtë rast prap po them humbsi është vetë njeriu. Përndryshe, këtu nuk bëhet fjalë për atë harresën që është dobësi njerëzore, për arsye se atë harres ose atë dobësi njerëzore që është harresa, sikur edhe të gjitha dobësitë tjera njerëzore, Allahu I madhëruar I ka trajtuar me rahmet. Ne për shembull, nëse harrojmë pezon, e kemi obligim me e fal namazin, e që është prej obligimeve më madhore, po me I ndodh dikujt me e harru namazin. Ka mendu pezon se e ka fal ikindin, por nuk e ka fal. Edhe ka ardhur koha e akşamit, ai hala tu mendu që e ka fal ikindin. I bjen mend mas akşamit ose mas jacisë dhe thot: "Au, se pas kam fal ikindin." Ai njeri çohet edhe e fal në atë çast, atë namaz, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson për këtë punë edhe thot: ai I cili flen e ik namazi, ose ai I cili harron e ik namazi, le ta fal kur ti kujtohet,
për arsye se i llogaritet sikur se me e pas falë në kohë. Ose agjërimi. Fillon njeriu me njet agjërimin edhe në gjys ditës harron se është agjërueshëm, han edhe pin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, le ta plotësoj agjërimin se Allahu i ka dhënë me hangër edhe me pi, ky është në rregull. Pra, harresa si dobësi njerëzore. Absolutisht Allahu i madhruar e trajton me mirësi edhe me mëshirë. Por harresa si shpërfillje, si përbuzje, si mos respektim ndaj Allahut fuqiplot, është një prej gjanave më të rrezikshme që njeriu mundet me ia bë vetes. Nuk po them që njeriu mundet me i ndodh, se nuk është diçka që ndodh pa dashjen e vet njeriu, por njeriu është ai i cili vet bëhet shpërfillës ndaj Allahut të madhruar. Dhe Allahu i madhruar padyshim që na e tërheq vërejtjen prej kësaj gjendje në cilën në asnjë mënyrë s'ka qef me na pa. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mos u bani sikur ata të cilët e harruan Allahun, e Allahu i bani që ta harrojnë vetveten. Kjo është një kërcënim shumë i madh. Është një kërcënim shumë serioz për arsye se pasoja e asaj harrese të qëllimshme, e cila në të vërtetë është shpërfillje, e cila në të vërtetë është mungesë respekti për Allahun fuqiplot, e bën pastaj Allahu i madhruar që njeriu me e harru vetveten. Ose në tjetër vend në Kur'an Allahu flet për hipokritët, thot nasullaha fa nasiyahum, ata e harruan Allahun, e Allahu i bani që ata ta harrojnë veten. Innal munafiqina humul fasiqun, munafiqët janë më të dalurit nga rruga e Allahut fuqiplot. Pra të nderuar vëllezër, njeriu me zgjedhjen e vet, me shpërfilljen e vet mundet me ra në kësi drejgje. Ajo mundet me qenë një shpërfillje dhe një braktisje e qëllimshme gjithsesi, po e përgjithshme dhe totale e lidhjes me Allahun fuqiplot, i shkëput të gjitha lidhjet, ose mundet me qenë e pjesshme. Mundet me qenë e pjesshme që dikush ka përmend Allahu fuqiplot edhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose për njerëzimin pas shpalljes së Kur'anit, po e ka përmend edhe për njerëzimin para shpalljes së Kur'anit, që me qëllim i shpërfillin disa gjana dhe disa udhëzime për shkak se u duket se me ato nuk po ju bjen mirë, nuk po ju bjen tamam. Disa i marrin se menojnë që to na bin mirë, disa tjera thonë Allah çto s'po na i bin mirë, fenesu hadhan mimma dhukiru bih. Allah i madhruar e përshkruan kësaj gjendjen e këtyre njerëzve që kanë çësje selektive ndaj udhëzimeve të Zotit, thotë e harrun një pjesë prej asaj me çka Allahu i madhruar i ka këshilluar. Edhe pasojat e kësaj pastaj janë padyshim që janë të palakmueshme, janë shumë të rënda. Ka pasojat ndërru vllazën të jetës së kësaj bote. Ajo që e përmendëm, nasullaha fa ansahum anfusahum, e harruan Allahun, e Allahu i bëri të harrojnë vetveten. Kjo është pasojë e përbotshme, pasojë e kësaj jete. Nga se Allah i madhruar aq nuk tregohet i mëshirshëm me ta, aq nuk i mëshiron, aq nuk u jep mirësi, aq nuk u jep bereqet, sa që pastaj pavarësisht gjendjes tyre ekonomike ose të pozitës shoqërore ose të pozitës në hierarkinë e pushteteve të ndryshme e kështu me radhë, megjithatë gjëja më e keqe është që njeriu me ardhur në situatë që me e harru vetveten. Me e harru vetveten, domethënë mos me kon i orientuar dhe mos me kon i udhëzuar për me e ndjek, me e pasu, me e synu atë e cila i vyn, atë e cila i bën dobi në këtë jetë edhe një jetën e përtejme, e bën me e harru vetveten, edhe i ktilli pastaj, për shkak se e ka shpërfill Allahun e madhruar, ky nuk e dim pse jeton. As nuk e dim pse zgjohet në mëngjes, as nuk e dim pse e pret mbrëmjen, as nuk e dim pse han e pin, e flen, e punon e kështu me radhë, për arsye se në fundit nuk është se pret diçka. Edhe të ktillet pastaj e kanë edhe një situatë cilën ani pse vdekja është e pashmangshme, ata pritojnë me vdek. Edhe shumë e natyrshme me pritu me vdek ai që është në gjendje të ktill, për arsye se nuk ka përgatit kur gjo për me marrë me vete. Paramendoni një njeri po Ezami i cili ton verën e kalon në dembelin, për tacin, shpërfillje, e pastaj në fund kur vjen koha me u përgatit për dimën,
ai sigurisht që nuk është i kënaqur pse vjen ndihmni për shkak se nuk është bogati për te. Ajo që është hala më e rëndë se sa kjo pasoja e dunjas janë pasojat e ahiretit, pasojat e jetës së përtejme. Për arsye se kur kemi të bëjmë me pasoja edhe me vujtje, ato janë të rënda aq sa do të qëndrojmë në atë vendin e vujtjes. Në dunja njeriu edhe mund të jetoj keq, edhe mund të jetoj jetë të vështirë. Po 60 vite, 70, 80 edhe kalon. Ndërsa vujtjet e jetës së përtejme janë të përhershme, janë të amshueshme, edhe nuk i ja vlen që njeriu me ja bo vetës atë sherr, me ja bo vetës atë dëm që me e lën vujtjet përhershme. Edhe Allahu i madhruar e përshkruan gjendjen e atyre njerëzve të cilët i kthyn shpinën udhëzimit të Allahut fuqiplot, thotë wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai do të ketë një jetë të rëndë. Pavarësisht komoditetit material, dikush mundet me pas shumë komoditet material, por jeta e tij prapë është e rëndë. Për çfarë arsye? Për arsye se ai ka shpërfill shpirtin, e ka shpërfill mendjen, e ka shpërfill gjithatë pjesën tjetër, posaçërisht atë jo materiale të jetës, por edhe atë materiale nuk e ka organizuar si duhet gjithsesi. Ai do të ketë një jetë të rëndë. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, ndërsa akoma më keq se kjo, thot në ditën e gjykimit atë njeri do ta ringjallim të verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Thot o Zoti im, pse më ringjallet të verbër kur unë në dunja jam kon me sy, kom pa. Allahu i thot kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa. Thot kjo ndodhi për shkak se ty në jetën e asaj bote, në mundësin e artë që ta dhamë, se jeta është mundësi e artë, të erdhen argumentet tona shumë të qarta, ndërsa ti i shpërfile. Ti hiç nuk i bone hesap, hiç nuk i respektove, wa kedhalika al-yawma tunsa, e kësaj edhe ti sot do të shpërfilesh edhe nuk do të bëhesh hesap. Të nderuar vëllezër, lidhja e secilit me Allahun fuqiplot e ka një reciprocitet. Ani pse detajet dallojnë. Nëse Allahu i madhruar thot, majeni besën që ma keni dhënë, e majun besën që ja u kom dhënë, tu kemi të bëjmë me një emërtim të ngjashëm me dallim në formë edhe në cilësi edhe në sasi. Kur Allahu thot, më kujtoni ju mu, ju kujtoj unë juve. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njihe Allahun kur je shlirë, do të njohë Allahu kur je vështirë. Janë shprehje të parafërta, mirë po, çka ngritet prej neve ka Allahu, dallon shumë edhe nuk krahasohet me atë çka vjen prej larti, prej Allahut ka hna. E njëjta gjë është edhe me atë reciprocitetin e kundërt të anës negative, ku Allahu thot, nëse e harroni Allahun, Allahu i bën njerëzit me e harru veten, nëse e braktisni rrugën e Allahut, Allahu i braktis ata njerëz, e ai njeri cilin Allahu i madhruar e braktis, padyshim që i ka humbë të gjitha, edhe nuk ka fitu asgjë. Andaj duhet jemi të vëmendshëm të nderuar vëllezër, edhe këto këshilla, këto përkujtime kuranore t'i marrim parasysh, edhe atë madje me seriozitet. Allahu i madhruar nuk duhet ta harrojmë në asnjë çast. Po përveç kësaj, nuk duhet të kemi çastje selektive ndaj asaj me çka Allahu i madhruar na ka begatu, mbi të gjitha edhe na ka veçuar, na ka ngrit si njerëz me atë udhëzim. Nuk duhet të themi këte po e marr e këte po bona kishe se pash ose kishe e harrova, për arsye se ajo pastaj sjell probleme të shumta edhe në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e përtejme. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E të nderuar vëllezër, Allahu shumë na e kujton të ardhmen, edhe atë në mënyrën më të mirë. Allahu i madhruar na vetëdijson, sikur vërtet të ishim të vëmendshëm me gjitha ato këshilla të cilat Allahu i madhruar na i jep nëpërmjet Kur'anit. Pastaj edhe ato këshilla të cilat na i jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me udhëzimet e tij të mrekullueshme, sikur të ishim të vëmendshëm për to, padyshim se edhe jeta jon e kësaj bote do të merrte shumë kuptim, do të jetohej me vlerë, po gjithashtu edhe suksesi ynë në botën e përtejme do të ishte i garantuar
e krahas suksesit do t'ishte i garantuar edhe shpëtimi edhe lumturia. Thot Allah i madhruar, wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Dhe keni kujdes, ruajuni, friksohuni për një ditë në të cilën do të ktheheni të gjithë tek Allahu fuqiplot. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. E pastaj secili do ta marr, do të shpërblehet me atë që ka meritu, me atë që ka investu, me atë që ka vepru. Edhe askujt nuk do t'i bëhet as pak pa drejtësi. Pra njeriu do të përballet komplet me atë që ka vepru në atë ditë për cilën Allahu i madhruar po na paralajmëron. Andaj këto paralajmërime derisa vinë prej burimit të sigurt, prej burimit të besueshëm, prej fjalëve të Allahut të cilat janë të përsosura, edhe në kuptimin e urdhrave, thot Allah i madhruar, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, fjalët e Zotit tënd janë të përsosura edhe për nga vërtetësia, edhe për nga korrektësia. Korrektësi është se ajo që Allah ka kërku prej neve, ajo është e drejtë, e saktë, e mirë, e dobishme për neve. Ndërsa vërtetësi, ajo që Allah na ka paralajmëruar për të ardhmen, gjithçysh ka me ndodhë, dhe nëse ne i respektojmë këto fjalë të përsosura të Allahut fuqiplot, padyshim se edhe gjendjen e tanishme, por edhe të ardhmen tonë me lejen e Allahut do ta kemi shumë mirë. A kemi hapësirë dhe a kemi nevojë që në jetën tonë të përmirësohemi vazhdimisht? Të gjithë pajtohemi, besoj që kemi konsenzus se po. Se cili prej neve ka që ka me përmirësu në jetën e vetë. Ashtë përparësi e madhe me qenë besimtar, me lexu Kur'anin, me i dëgju fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i dëgju, domethënë gjitha ato udhëzime të vlefshme, të çmueshme, e cilat t'i hapin syt për me e rregullu jetën tonë ashtu që është mas mire, dhe atë në mënyrë të garantuar. Allah i madhruar na e mundësoft që çdo ditë të jetës me e shfrytëzu si mundësi për me u përmirësu, me u bë më të mirë, edhe me arrit më tepër kënaqësinë e Allahut të madhruar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.